Është uji I drinit, si që mban mend gjyshi jem, I gjallë, I ftoft edhe I pastër, si që ka ndikur. Ndërsa kë është uji I drinit sot, si që shohin mira mysafir dhe vizitor që vinë prej ton anëve të botës për me pas Shqipninë edhe bukuritë e vendit tonë. Në fakt, është uji që unë me shumë turpe shpjegoj kur më pyesin se çka ka ndodhur me lumin të ujit në këtë vend. Unë jam deputete e Shkodrës dhe janë mbi 30 pronar bujtina që janë në pikë të hallit kur turistët I pyesin për gjendjen e ndotun të lumit. Dhe kur turistët ju vinë dhe I pyesin se pse s'po bani diçka ose ç'a mundeni për me bë. Gjithnjë më shumë po lexoj edhe diçka tjetër, turistë që kthehen më herët dhe turistë që nuk rikthehen më. Turistë që shkruajnë e bukur, por plastika na I ka penalizu dhe na I ka marru më herët këto pushime që ne me zi kena prit. Kjo nuk është një ankesë estetike, po kjo është një dëm I madh ekonomik. Drini I bardhë buron prej tokave shqiptare të Kosovës, ku kalon nëpër 8 komuna, Tpejës, Gjakovës, Prizrenit edhe shumë tjera. E mbrin tek na me një bardhë të madhe të një sistemi kanalizimi që nuk është ndërtu akoma. Sipas matjeve zyrtare, cilësia e ujit drinit ka ra nga e mesme në vitin 2018 në të dobët në vitin 2023. Ekspertë të mjedisit e quajnë tashma segmentin Mazvau të Dejës si segmenti drinit të vdekun. E 94% e banorëve të anketuar ankohen për hupjen e bimësisë dhe të peshkut identitar të këtij lumi siç është trofta. 30 ton plastik janë mbledh nga 3 vullnetar rreth Kukësit, me paret e tyne, vullnetin e tyne dhe një anije të sjellur nga Gjermania me 40.000 euro. Ndërkohë, ala nuk kena plan. Tash du me thënë diçka me shumë kujdes dhe me shumë dashni. Kosova nuk është tani miku jon. Kosova është zhaku jon. E drini I bardhë nuk ka kufi. Ai buron prej tokës shqiptare të Kosovës, e mrin deri tek na. Dhe nuk vjenin dotën realisht me keqdashe, por me pasojat e një infrastrukture të mungume, që ala nuk është ndërtu. Ky nuk është faji vllaut ton. Është pasojë e 2 shteteve shqiptare që ende nuk kanë mujt me zgjill bashk një problem të përbashkët. E unë sot po kërkoj pikrisht këta, me zgjill bashk. E zgjidhja ekziston dhe ekspertet e kanë hartuar realisht. Spari, na duhet një marrëveshje ndërkufitare me Shqipënisë e Kosovës me buxhet përbashkët e veprim konkret. S'dyti, rjeta barriera në rrjedhën e drinit bardhë dhe të zi për me ndalë mbetjet para se me kalu kufinin. Së treti, investim në impiante pastrimi të ujnave të zeza në komunat kosovare për gjatë drinit, me bashkëfinancim prej Bashkimit Evropian, I cili ka tashmë 50 milion euro të alokume për ujin në Shqipërinë e Veriut. E katërti, monitorim të vazhdueshëm, jo 4 herë në vit, por çdo muaj dhe me raporte publike. Kjo shishe nuk e ka ngjyrën e Shqipënisë, nuk e ka as ngjyrën e Kosovës. Ka ngjyrën e dështimit të 2 shteteve për me mbrojtë atë që është më e rëndësishmja, natyren, ujin e të ardhmen tonë. Turistët vinë prej tanë botës për me pa drinin, po sa prej tyre realisht kthehen. Unë po kërkoj sot për I këtij kuvendi dhe po drejtohem njëjtën kohë dhe kuvendit Kosovës që më nënshkruaj një marrëveshje ndërkufitare për shpëtimin e drinit, jo nesër dhe as mas zgjedhjeve për sot, sepse lumi as nuk pret dhe as nuk ban politik. Faleminderit.